Lam të mirë dentist, ja si të ndaloni dhimbjen e dhëmbit në kushte shtëpie. Sipas ekspertëve, hudhra mund të përdoret për largimin e dhimbjes së dhëmbit. Ajo përmban antibiotik dhe përbërës të tjerë të cilët mund të bëjnë përdorimin e saj akoma edhe më efektiv. Merrni një thelpi hudhër, pluhur dhe krip. Vendoseni në dhëmbin problematik në mënyrë që të qetësohet dhimbja. Qepa ka një përbërje antiseptike dhe njëkohësisht antibakteriale të cilat ndihmojnë në këtë rast. Kur t'ju fillojnë këtë dhimbje, përtypni qep për disa minuta në mënyrë që ju të largoni atë. Ujë me krip. Një gotë me ujë me krip mund t'ju ndihmojë në largimin e dhimbjes. Përzieni gjysmë luge me krip në një gotë me ujë të nxehtë dhe përdoreni duke e shpëlar atë. Vanilja gjithashtu është një ndihmëse edhe në ndaljen e dhimbjes dhe ka efekte qetësuese. Thjesht ajo duhet të zhytur në një copë pambuku në ekstrakt dhe pastaj duhet vendosur në zonën ku ka dhimbje. Procesi përsëritet disa herë.